të nderuar qytetarë të Kosovës, të nderuara media, jam I lumtur që mund të konstatoj se Kosova ka pas sot një ditë suksesshme zgjedhore, pra një proces suksesshëm zgjedhor, edhe shpari më lejoni me I falendëruar gjithë që ky proces zgjedhor të jetë kaq I mirë, pra qytetarët që kanë marrë pjesë në numër të respektueshëm, institucionet që kanë bërë organizimin e zgjedhjeve që nga KQZ, gjithë mekanizmat tjerë, komisioner, vëzhgues, policinë e Kosovës, të gjithë që kanë asistu. Po ashtu dëshiroj me ju informu se mbas të informatave tash me një pjesë I kemi edhe zyrtare nga KQZ, po sidomos nga komisioner tonë dhe stafet tona komunale. Pra Aleanca ka qenë një fitore për quj historike, për faktin se ka një fitore ma binse në komunat ku ka qeveris, në Suharek kemi pra një fitore binse, Balimo Aremaj, në Rahovec, fitore binse, Smaj Latifi, në Gjakov, fitore binse, Ardian Gjini, në Deçan, fitore binse, Bashkim Ramosaj, dhe në Klin, fitore binse, Profesor Zenun Elezi. Po ashtu ekziston mundësia, pa që gara në Jonik të vazhdon edhe në randin e dytë, ku mund të garojmë. Ne kemi garuar në 25 komuna me kandidat për kryetar, edhe në 28 komuna për asamble, kemi informata për rritje pra të votës për aleancën, edhe në komuna tjera edhe për asamble, po këto dana nuk do të nxitohemi tani, me qenë se sikur se edhim janë në procesim e shi për votat edhe presim rezultatin final. Dëshiroj t'i falenderoj ata që ende vazhdojnë me u kujdes pra për procesin e numërimit, në këtë rast komisionerët, vëzhgues, edhe I ftoj komisionerët dhe vëzhgues jo vetëm të aleancës, po të gjitha partive politike që ta vazhdojnë këtë kujdes në proces, ta ruajnë procesin zgjedhor, ta ruajnë votën, që të mos lëndohet ky proces kaq I mirë, I cili ka kalu vërtet, pa incidente të mëdha që e prishin kredibilitetin e këtij procesi zgjedhor, pra kemi mbajt zgjedhje shumë mira. Falenderoj gjithë që kanë votuar Aleancën për Armërinë e Kosovës, pra në gjithë Kosovën, veçanërisht falenderoj qytetarëve që na kanë mundsuar fitore në komunat ku kemi qeverisë.